se kuptova. Pra, mirënjohja duhet, por mu më duket idolatri kjo. Më duket idolatri, pra ne unë pyeta që Amerike? Amerika e Sorosit? Amerika e Sorosit? Amerika e Pshtinit, Ishullit? Ka Amerike, ka Amerike. Unë jam për atë Amerikën tjetër, America First. Unë më atë jam. Shqipëria First, do më dhënë Albania First, o Shqipëria First, s'ka rëndësi. Apo Kosova First, nuk ka rëndësi. Pra, thona që Kosovarët janë me Amerikën e Clintonit, janë me Amerikën e Bushit, janë me Amerikën e Trumpit. Në gjitha drejtimet ju ka dalë mirë, jo vetëm Kosovarët. Vdiq mreti, rof mreti, e kuptoj. Po, rof mreti, pra. Vdiq mreti, rof mreti, edhe çfarë mreti. A ka opcion tjetër? Jo, Amerika. Në Ballkan nuk ka opcion tjetër. Për shqiptarët, se për serbët ka opcion edhe tjera, po për shqiptarët... Jo, s'ka pasur ndonjë opcion amerikan për serbët. Jo, ka opcione tjera, se Serbia i ka antenat në disa drejtime. Ku dali? Serbia është ku dali? Ku dali Leverdia e shtetit. Është që në kohën e Pashikit, kjo nuk është ndonjë gjë e re. Tani përgjigjen tuaj. A do jetë më e mirë lindja mesme pa Iranin? Jo pa Iran, pa këtë lloj të Iranit, se qeverisë është atje. Pranvera arabe në Siri çoi një 2 milion refugjat nëpërmjet Turqisë, Greqisë, Shqipërisë e Ballkanit në Evropë, që krijoi shumë probleme. Sidomos për këto, domethënë, të djathët, gjysmë të djathtë dhe të majtët super të majtë, flas politike. Imagjinoj vend me 92 milion banor si Irani të kthehet në një Somali, që të ketë Somali, të ketë Somaliland, të ketë Puntland, etj. Imagjino një Libi